Oriku mposhti Maliqin në transfert me rezultatin 0-1, teksa mendjen e kishte nga finalja e madhe e fundjavës, ajo ndaj luftëtarit ku do të vendosen edhe fatet e sezonit. Duke qenë se dueli nuk ishte peshë të madhe, për sa i përket objektivave, miqt kishin lënë pushim pothuajse gjysmën e titularëve, duke u besuar lojtarëve të Stolit, të cilët arritën të bënin një paraqitje dinjitoze, teksa arkivuan 3 pikë në Maliq. Në pjesën e parë, skuadra e Orikut flirtoi 2 herë me golin e Kondajt dhe Leshit, por mbrojtësit shpëtuan portën. Edhe pjesa e parë rezultoi tepër e luftuar, ndërsa në minutën e 65 Kondaj shpërdoroi një mundësi shënimi. Goli do të vinte në minutën e 75 dhe do të ishte Gjipali. Në fund festa ishte e gjitha për miqtë e Orikumit, që tashmë janë të dënuar për të mposhtur luftëtarin në shtëpi dhe për t'i rrëmbyer vendin e parë, që të ngjit direkt në kategorinë e parë. Luftëtari dhe Oriku janë aktualisht me pikë të barabarta, 47, ndërsa ndeshja pritet të luhet të dielën në stadiumin e Orikut më 30 mars në kuadër të javës së 21, takimi i cili do të vendosë përballë 2 pretendentët, Orikun dhe luftëtarin, e ku do të vendoset secila prej 2 skuadrave do të mbajë kreun e do të ngjitet në kategorinë e parë.